sot, në 26 shkurt, ne jemi më afër antarësimit, dhe këtë e them faktikisht, jo metaforikisht, se sa që ishim fjala vjen në 26 janar, apo lëre pastaj në 26 shtatorin apo tetorin e vitit shkuar. Dhe përsëris kjo nuk është letërsi, kjo është fakt, sepse e tillë është shpejtësia me cilën po ecim në atë proces, fal volumit madh të punës që po bëjmë së bashku. Sepse për shembull së bashku në fund janarit, pas një pune e vërtet të jashtëzakonshme, kaluam në kuvend një masiv të tërë ligjesh dhe amendimesh që ishin kryekput të lidhura me pikërisht procesin në fjalë. Dhe të tjera masiv na presin më tutje. Aktualisht, tani që flasim, ne kemi arritur hyrjen në kapitullin e ri të procesit që është vlerësimi dhe pastaj marrja e dritës jeshile për ato që quhen pikat e ndërmjetme, të cilat janë sipas drejtuesve tona në këtë proces një test i vështirësisë shumë të lartë dhe kërkoj një përgatitje shumë të lartë të vendit. Për të tjerët para nesh, për shembull, janë dashur edhe vite për të kaluar testin e piketave ndërmjetme. Për planin ton, ky test duhet kaluar në disa muaj. Dhe kjo do forcë. Dhe forcë në këtë rast do të thotë përqendrimi të gjitha forcave në një drejtim. Unë jam besimplot që ne do ta kalojmë edhe këtë test dhe edhe pavarësisht shkopime në rrota dhe tymbit të bombave artizanale, dhe këtu se kam fjalën thjesht për ato që plasin rrugëve të dëshpërimit të pangushëllueshëm opozitar, po e kam për të gjitha ato bomba artizanale që plasin për ditë e për ditë, duke hedhur përpjet kapakët e 700 tenxhereve mediatike, të cilat e kanë kthyer Mexhelisin e Shqipërisë në pazarin më të neveritshëm të gënjeshtrave me lloj-lloj bishtash. E ka thënë populli, thonë, qysh se asnjë prej nesh s'kishte lindur akoma, se kur gënjeshtra ka bërë xhiron e botës, e vërteta s'ka veshur ende pantallonat. Po aso kohë populli s'kishte parë asgjë akoma, se s'kishte ardhur flama e kanaleve dhe portaleve të ujrave të zeza mediatike, kurse tenxherja e vetme mediatike ishte tellalli i qytetit. Ndërkohë që sot tellallët e gënjeshtrave me lloj-lloj bishtash janë pas çdo butoni që shtyp për të marrë vesh në një haber të ditës.